Mos seria pozitive ka domethënien vet, ka besimin që lojtarët janë në shinat e dru, në linjën e dur, dhe kjo është akoma një motivim gjithmonë, sepse gjithmonë kemi thënë rezultati është më i rëndësishëm. Pres një fokusim jashtëzakonisht i madh, pres stabilitet te loja jonë, pres të vazhdimsi. Chelsea ndeshjet ta dini do ishte shumë e thjesht, nuk është aq e thjesht, por Chelsea çdo ndeshje është ai ekip që po më pak gabime, ai ekip deri fitimtar. Besoj se po hyn fush, do hyn për të fituar, nuk hyn vetëm me ne të fush, me qenë po jetë. Mentaliteti jonë, dëshira, vullneti, angazhimi, gjithë janë për këtë që tysh dhe të fitosh. Se çfarë ndodh pastaj? Kemi një ndeshje jashtëzakonisht të vështirë, dihet, çdo ndeshje është e vështirë. Rivaliteti në kampionatin shqiptar, ndryshimet midis ekipeve nuk është shumë i madh. Ne respektojmë, kemi gjithmonë respektin për kundërshtarin, por ashtu siç e kemi thënë, fillim të respektojmë vetan tonë, nëse do të shkosh në një nivel më të lartë. Kështu që ne fokusohemi te puna jonë, te vazhdimësia, te stabiliteti i punës çdo ditë, dhe gjithashtu edhe duhet i përshtatet edhe ekipit kundërshtar që gjërat jenë të vazhdueshme, kemi automatizëm, kemi stabilitet të lojës. Është në jetën e përditshme që suporti i njeriu të ka nevojën e vet që të jetë i suportuar dhe i mbështetur nga njerëzit edhe për qark. Kur shef një tifozëri të zjarë, kur shef një tifozëri që të mbështet, akoma motiviteti dhe mobilizimi shtohet akoma më shumë. Është më se e qartë, nuk ka dijen që kur klubet janë të mbështetur nga ekipet dhe ekipet i japin jo vetëm maksimumin, po japin edhe mbi maksimumin ndonjëherë, sepse nxjerrin nga thellësia e shpirtit ose e zemrës akoma e energji akoma më domethënëse, më të madhe. Koncentrimi dhe organizimi i lojës që ndoshta pjesën e parë nuk ishin atë nivel që e kërkonim që punojmë çdo ditë dhe disiplina e lojës. Gjithkohës mendojmë, shikojmë, mundohemi të gjejmë informacionin e dur, gjejmë ilaçin e dur për ditën e dur, sepse dispozitat e asaj dite janë shumë të rëndësishme në futboll. Dhe bisedojmë me shtabin, me stafin, për ndoshta do ketë disa ndryshime, por edhe deri tani skuadra ka dhënë një reagim jashtëzakonisht mirë në fushë, pavarësisht po themi pak oscilacione që na pas midis dy pjesëve të ndeshjes, por janë pjesë të lojës tonë dhe jemi në proces. Do vazhdojmë punën me njëjtin seriozitet, kjo na motivon akoma më shumë që të ngrejmë edhe çik secili pak edhe më shumë koncentrim, fokusim dhe disiplinë dhe organizimin e lojës.